4 shenjat me punëtorët e zodiakut. Këtu po flasim për makineritë e zodiakut, ata që nuk njohin lodhje dhe e kthejnë punën në ardh. Këto janë 4 shenjat që, kur u futet dëshira për sukses, nuk i ndal kush. Bricjapi, arkitekti i perandorisë, Bricjapi nuk ndërton thjesht karrierë. Ai ndërton dinasti. Psikologjia e thellë, në nqetësinë e tij fshihet një ambicie e ftohtë dhe e kalkuluar. Ai nuk ka nevojë për duar trokitje, ka nevojë për rezultate. Ndërsa të tjerët kërkojnë motivim, Bricjapi ka disiplinë. Dhe disiplina ha motivimin për mëngjes, ai sakrifikon sot për të sunduar nesër. Miq dalin, ai punon. Festa ka filluar, ai po planifikon hapin e radhës. Bricjapi nuk nxiton, ai sigurohet, forca sekrete, durimi strategjik. Mund të pres vite për momentin e duhur. Dhe kur vjen ai moment, godet si mjeshtër shahu, parashikimi, do arrijë majat më të larta profesionale. Do jetë drejtues, pronar, autoritet. Dhe kur të gjithë të pyesin si ja doli, përgjigjja do jetë e thjeshtë, ndërtoi çdo gur me dorën e vet. Virgjëresha, perfeksionistja që rregullon kaosin. Nëse bota bie në rrëmuj, thërrisni virgjëreshën. Psikologjia e thellë, truri i saj funksionon si laborator. Analizon, ndan, rregullon, optimizon. Nuk e duron mediokritetin. Çdo detaj ka rëndësi. Çdo presje, çdo numër, çdo plan, njerëzit mund ta quajnë kritike. Ajo e quan standard. Sepse për të mjafton nuk mjafton kur, forca sekrete, aftësia për të parë gabimin para se të ndodhë. Është një hap përpara krizës. Ndërsa të tjerët reagojnë, ajo parandalon. Parashikimi do jenë këshilltarët, analistët, kirurgët e vendimeve të mëdha. Aty ku ka konfuzion, ata sjellin qartësi. Aty ku ka humbje, ata sjellin sistem. Demi, mbreti i stabilitetit, mos e nënvlerëso qetësinë e demit. Ai nuk bën shurm, ai bën para. Psikologjia e thellë, demi nuk rrezikon pa arsye. Çdo hap është i menduar. Çdo investim është i peshuar. Ai e do komoditetin, por është gati të punojë fort për të arritur, nuk dorëzohet. Mund të lëviz ngadalë, por sa po merr drejtimin, është si mur betoni, i palvizshëm, forca sekrete, këmbëngulja e heshtur. Ndërsa të tjerët lodhen dhe ndryshojnë drejtim, demi vazhdon. Dhe pikërisht aty fiton, parashikimi, do ndërtojnë siguri financiare që zgjat dekada. Do jenë pronar, investitor, njerëz që jetojnë rehat sepse punuan me durim kur të tjerët kërkonin rrugë të shkurtra. Dashi, zjarri që hap rrugën, dashi nuk pret mundësinë. Ai e krijon. Psikologjia e thellë, është shpirt lideri. Nuk ka frikë nga dështimi, ka frikë nga stagnimi. Energjia e tij është shpërthyese. Kur të gjithë hezitojnë, dashi thot po, mund të duket impulsiv, por pikërisht ajo impulsivitet e çon atje ku të tjerët zguxojnë të shkojnë. Forca sekrete, guximi i pastër. Ai nuk analizon pafund. Vepron. Dhe në botën e suksesit, veprimi shpesh vlen më shumë se plani perfekt. Parashikimi do jenë pionierët, sipërmarrësit, komandantët e projekteve të reja. Do gabojnë, do ngrihen, do luftojnë, por kur nuk do qëndrojnë në vend.